Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se erdhët, takojmë me të pashoj se çdo të mërkurë, edhe sot do të ndalemi tek aktualiteti politik, do të flasim për atë që u shndrua në mollën e sherrit në seancën e fundit plenare, reforma territoriale. Komisioni i posaçëm për të është bojkotuar apo jo nga opozita, nga Partia Demokratike, nga ana tjetër kemi skenarët e kësaj të fundit për protestën kombëtare të radhës më datë 10 shkurt. Për këto e të tjera kam kënaqësinë të diskutoj sonte në të pashosh me Luciano Boçin, deputet i Partisë Demokratike, por jo vetëm në fakt, tani edhe bashkëkryetar në tentativë i Komisionit të posaçëm për reformën territoriale. Tani u bë pak puna juaj se ajo kënga hit jemi dhe si jemi, a jeni apo si jeni në reformën territoriale? Tani e para nuk jemi në tentativë, sepse jemi votuar, jemi të sankcionuar. Pra po bojkotuat si fillim. Është bërë mbledhja e parë e dytë e komisionit në dakordsi me bashkëkryetarin tjetër. Mbledhjet e tjera nuk kam pasur atë pjesën e zbatimit të rregullave rregullores, të mënyrës si bëhen njoftimet, si përcaktohet kalendari dhe si përcaktohet rendi i ditës. Pra ajo që kam thënë unë, jo si pjesë temi justifikuese gjoja për të dal nga kjo situatë, por për atë të vërtetën që ka ndodhur. Që është? Duke qenë dy bashkëkryetarë, komisioni thirret në dakordsi të dy bashkëkryetarëve, sepse ende nuk ka sekretar në komisioni, se është kryesia. Kur bojkotuat ju, çdo bënin ata? Kryesia e vogël e komisionit. Tani bojkot pa lajmërim nuk ka, sepse duhet ketë një lajmërim, duhet ketë një kalendar, i cili është i përcaktuar në data dhe në orë, për ndryshe mbledhjet thirren vetëm në dakordsi. Komisioni nuk kishte përcaktuar kalendar, sepse thirret një mbledhje veçantë, kështu funksionojnë të gjitha komisionet. Po pra, ju nuk shkuat as në këtë mbledhje, sepse bojkotuat pra. Mbledhja është thirrë në mënyrë të njëanshme dhe unë këtë po sqaroj. Nuk mundet as unë. Çfarë do të thotë në mënyrë të njëanshme? Nuk ju lajmëruan? Nuk kam të drejtë as unë dhe as bashkëkryetari me iniciativën tonë të thrasim në mbledhjet komisionit dhe të vinë për shembull në rastin e thirrjes nga ana ime antarët e Partisë Demokratike dhe të mungojnë ata të Partisë Socialiste. Dakordsi e kryesisë, në këtë rast kryesia përbëhet nga dy bashkëkryetarët edhe nga sekretarja që ende nuk është zgjedhur, dhe pastaj anoncohet mbledhja dhe ajo zhvillohet sepse kjo është rruga e rregullores dhe ligjore. Unë jam dhe kryetari i Komisionit të Arsimit. Ja, sot për shembull kam pasur. Mirë, pa, është komisioni përhershëm në flasin për të posaçmen. Po njësoj, komisionit njësoj funksionojnë. Po tregoj që unë dua të bëj një mbledhje për kalendarin, kam komunikuar me kryesinë, e doja të ishte nesër, nuk ka dakordsi, atëherë kemi lënë për javës tjetër sepse duhet bijem dakord në një mbledhje që thirret. Po retorika juaj publike kohëve të fundit ishte dukshëm bojkot. Jo dukshëm, se ndërua trupës pastaj është gjë tjetër. Jo, fare, s'kemi ndryshuar. Se nisën përplasje të brendshme. Jo, s'kemi ndryshuar, jo, fare. S'ka lidhje kjo është pastaj për të hedhur për konsum diçka për. Jo e vërtet kë? Ne s'kemi polemika aty, ne kemi parashtrime ndrysh. Jo, po pra diskutime shumë që dolën edhe publikisht në deklarata. Jo kundër, s'ka kundër këtu. Kundër në kuptimin që duhet të marrin pjesë, pra mos t'ia lëmë mazhorancës. Është ajo mania, domethënë, mania nëse dikush thot një mendim të vetin, është gjithmonë. Po pse nuk e pranon se është fakt ky, dolën edhe publikisht. Fakti është, jo si e parashtroni ju. Në mbledhjen e fundit të grupit parlamentar demokrat, disa deputetë u ngritën kundër vendimit të leadershipit të PD-s për të bojkotuar. Po pra, edhe një herë, domethënë. Pra kaq e thjeshtë. Jo, nuk është kaq e thjeshtë. Dhe u bë një hapas. Jo, fare, sepse fakti është ndryshe, ju po bëni një interpretim. Mirë, okay, më jep versionin. Fakti është që ne kemi pasur marrëdhënie të kushtuar me parlamentin për shkak të mënyrës se si majoranca është sjellë me opozitën në parlament, duke kufizuar jetën e opozitës, drejtat e saj dhe rolin që ajo duhet ketë në parlament, që ushtron nëpërmjet komisioneve timore, interpelancave, thirrje ndëgjes, mocioneve me debat dhe konsensusit politik dhe drejtës që ka ajo për të qenë aktore kryesore në zgjedhjen e drejtuesve të institucioneve të pavarura, gjë që nuk ka ndodhur në atë parlament dhe marrëdhënia jon ka qenë e kushtëzuar. Në rastin konkret, marrëdhënia e kushtëzuar është harmonizuar me moszbatimin e rregullores, po ajo arrogancë që ka qenë më përpara në këtë formë sjellje, u pasqyrua dhe në organizimin e punës së këtij komisioni. Urdhrave dhe ultimatumeve nuk i bindemi dhe këtë kemi bërë. Ndërkohë, nëse kemi diskutime në grupin parlamentar, nuk është hera parë që kemi diskutime.
është tradit që brenda grupit parlamentar ketë mendime të ndryshme, të rrihen mendimet dhe pastaj të dalim në konkludime. Nuk kemi si tek PS-ja, vjen drejtuesi thot 1, 2, 3, ky është vendimi dhe të gjithë janë detyruar ta respektojnë pavarësisht mendimit që ato mund kenë për drejtësinë, padrejtësinë, të duhurën apo të paduhurën. Tani diçka nuk po kuptoj unë, ishit për bojkot dhe ndryshuat apo nuk ishit për bojkot e latë evazive? Fjala e keni dëgjuar, besoj Berishën gjithmonë që Partia Demokratike nuk bën bojkot. Bojkoti nuk është parcial, sepse nëse bëjmë bojkot për parlamentin, atëherë s'do organizon as mbledhjet e komisionit ku unë bëj pjesë, i përhershëm, as seanca plenare, sa i është bojkoti. Nuk ka një pjesë parlamenti funksionon mirë, një pjesë parlamenti funksionon jo mirë, apo një pjesë bojkotohet, një pjesë nuk bojkotohet. Ne për shkak të mënyrës sjelljes kemi pas marrëdhënie të kushtuar, kemi pas dhe periudha që nuk kemi parë të arsyeshme të marrim pjesë në një debat fals, për shembull, në një komision X apo diku tjetër, dhe kjo ngjarje ndoshta nuk është interferuar si lajm në publik, po situata ka ndodhur. Prandaj tash ka fakte, po ka dhe interpretime faktesh. Ne të qëndrojmë tek faktet dhe faktet janë këto. Madje nëse i referohemi asaj që ndodh brenda nesh, unë e quaj si vlerë. Vërtet ne sjellim mendimet tona, kemi qëndrimet tona. Dhe është gjë shumë e mirë. Po mirë, a është fakt që Partia Socialiste ju vendosi mbrëmjen e dieshme si afati i fundit për këtë gjë edhe Partia Socialiste nga rendi i ditës në parlament për të ndryshuar formulën e bashkëdrejtimit? Ndërmori një iniciativë kundër rregullore, dhe antikushtetuese. Komisioni është sankcionuar dhe ta thash fillimisht që unë jam bashkëkryetar i votuar nga seanca. Tani e njëjta seancë të ndryshoj vendimin për një objekt për cilin ka votuar një herë, është absurde apo jo. Edhe një trup gjykuese, kam bërë krahasimin në konferencën e kryetarëve, nuk mundet të jetë e njëjta ajo që merr një vendim, qoftë edhe i gabuar, sikur të jetë mendimi, edhe vendimi, të jetë i rrëzuar. Dhe duhet një trup tjetër, në rastin konkret, e njëjta trup deputetësh nuk mund të marrë këtë iniciativë, është absurde. Plus, nenet që i referoheshin ata, 24 dhe 55, nuk thonë asgjë për ndryshimin e formulës së komisioneve të posaçme. Fare, s'ka lidhje fare. Ndërkohë që kërkesa është bërë nga deputet që janë antar të komisionit të posaçëm, edhe kjo është një tjetër gjë e papranueshme, tjetër absurditet ky, që antarët e një komisioni janë konflikt direkt interesi, se votuan dhe konfliktin e interesave ato seancën që kaloi, paraqesin kërkesën që të ndryshoj përbërja e komisionit. Po pra, po ata po ju bëni thirrje çdo ditë për pjesëmarrje. Thirrje, po nuk bëhet me thirrje, nuk është thirrje publike. Po pse unë kur dua të mbledh komisionin do dal me thirrje publike apo do bashkëbisedoj edhe një herë? Tani kjo është të fshihesh pas lutem, jo, ne nuk po fshihemi. Teknikaliteteve po më duket se unë po i shmang cicmicet dhe po flas me terma shumë të saktë. Rregulloria, thirrja, bashkëkryesia dhe mënyra funksionimit të një komisioni, kalendari, rendi i ditës. Këto janë termat. Nuk janë cicmicet. Pra edhe një herë. Ja ta çoj deri në fund. Unë kur dua të rras mbledhjen për shkak kërkesës që kam nga antarët e mi, do dal media dhe do them që i bëj thirrje majorancës që ajo të bëhet pjesë e kërkesës sime për të mbledhur komisionin. Jo, unë bashkëbisedoj me bashkëkryetarin dhe vendosim datën dhe orën e saktë të mbledhjes. Dhe kam bërë dhe sfidën, nëse unë kam pas një kërkesë, le ta nxjerrin. Kam bërë sfidën unë, e kam bërë në parlament. Dhe nga ajo ditë ka ndryshuar sjellja, hajde të bisedojmë, po sigurisht. Hajde të ulemi, bisedojmë, vendosim ditën, sepse antarët janë dhe të angazhuar. S'mund dali dikush thotë nesër në ora 10, ne kemi mbledhje. Po gjysma e antarëve të komisionit janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shembull. Ka ndodhur kjo situatë. A do gjej momentin oportun? Si gjendet? Po duke bashkëbiseduar pra se tani po kapërcejmë çdo lloj logjike dhe po interpretojmë alogjizmin dhe kur interpreton alogjizmin bësh më alogjik.